Tashmë nga lajmi i Goldit, do të kalojmë tek Bardhi. Bardhi Drizi, këngëtari artisti mrekullueshëm nga Kumanova, së shpejti do të sjellën një këngë të re. Një këngë që në fakt do të jetë bashkëpunim, një bashkëpunim që ka mbetur në hije, se me kë do të jetë kjo kënga, kush fshihet pas këtij bashkëpunimit, do ta zbulojmë tashmë në të gjithë këtë kronologji që un kam përgatitur për këtë lajm. Reperi i njohur nga Kumanova, Bardhi, është kthyer sërish në qendër të vëmendjes së medias roz dhe të fansave të muzikës shqipe, duke ngritur kurreshtje dhe spekulime për një projekt të ri muzikor. Pas suksesit të jashtëzakonshëm me këngën e tij të fundit në duet me reperin Mike, që u prit me entuziazëm nga publiku, Bardhi ka zgjedhur të japë një sinjal të fuqishëm për krijimtarinë e tij të ardhshme. Në një postim enigmatik në Instastorin e tij zyrtar, Bardhi shkroi shkurt edhe misterios: Bardhi me kë u kry vera, do të thënë Bardhi FT. Kjo frazë ka ndezur me njëherë imagjinatën dhe emocionet e fansave, të cilët kanë nisur me njëherë të spekulojnë se cili artist apo artiste do të jetë partneri i ardhshëm i reperit në këtë projekt që pritet të jetë me siguri një hit i ri. Ky postim ka marrë vëmendje të madhe në medien në rrjetet sociale, ku reagimet e ndjekësve ishin të shumta dhe tonet ishin entuziaste. Disa prej tyre kanë nisur të bëjnë lista me emra të mundshëm bashkëpunëtorësh, duke marrë parasysh trendet aktuale në muzikën shqiptare dhe artistë që janë në krye të listave të dëgjueshmërisë. Por cili është qëllimi i këtij postimi dhe çfarë na paralajmëron ai në fakt? Një gjë është e sigurt: Bardhi është një artist që nuk ndalet. Ai vazhdon të kërkojë mënyra të reja për të sjellë freski në tregun muzikor dhe për të ruajtur lidhjen e fortë me fansat e tij. Bashkëpunimet e tij të mëparshme, veçanërisht ato me Mike, kanë qenë mjaft të suksesshme, duke i dhënë reperit një pozicion të fuqishëm në skenën muzikore shqiptare. Bardhi, me origjinë nga Kumanova, ka dëshmuar me kohë se është një artist me vizion edhe me shumë ambicie. Ai ka përgatitur vazhdimisht projekte që janë pritur me shumë mirësi, duke u diferencuar nga të tjerët për stilin e tij unik dhe për aftësinë e tij për të krijuar muzikë që prek emocionin e dëgjuesve. Një tjetër element që e veçon reperin është dëshira e tij për të bashkëpunuar me emër të mëdhenj të muzikës shqiptare, çka i jep gjithmonë më shumë fuqi dhe vlerë projekteve që sjell në treg. Në këtë periudhë ku muzika shqiptare është duke përjetuar një zhvillim të jashtëzakonshëm, më shumë artistë që sjellin risi dhe eksperimentojnë me zhandre të ndryshme, Bardhi duket se po përgatit një tjetër kapitull të suksesshëm. Fakti që ai ka zgjedhur të bëjë një postim kaq të shkurtër, por të ngarkuar me mesazhe, tregon edhe një herë se është një mjeshtër i marketingut dhe i komunikimit me publikun. Kjo, se me kë do bëj këngën, në mesazhin e tij është një formë e zgjuar për të ndezur diskutimet dhe për të mbajtur fansat e tij të lidhur emocionalisht me çdo hap të karrierës së tij. Nga ana tjetër, ky postim krijon edhe pritshmëri të lartë për bashkëpunimin e ardhshëm. Fansat janë të gazëllyer dhe po presin me padurim që Bardhi të zbulojë emrin e artistit të ri, duke krijuar tashmë një atmosferë shumë pozitive rreth projektit. Një bashkëpunim i ri i Bardhit mund të sjellë jo vetëm sukses në tregun muzikor, por edhe një valë të re entuziazmi në mesin e adhuruesve të muzikës shqiptare. Me që reperi ka pasur në të kaluarën bashkëpunime të njohura dhe shumë të pëlqyera me emra të njohur si Mike, por edhe artistë të tjerë, është e mundur që ky projekt i ardhshëm të vijë me një tjetër emër të madh, ndoshta me një surprizë të madhe. Kjo do të vazhdojë të forcojë pozitën e Bardhit si një nga figurat kryesore të skenës të rap dhe hip hop në Shqipëri dhe në rajon. Në fund të fundit, kjo fazë e rekrijuese për Bardhin nuk është vetëm një moment i rëndësishëm në karrierën e tij, por edhe një sinjal për gjithë industrinë muzikore se reperi nga Kumanova është gati të vazhdojë të befasojë dhe të sjellë muzikë cilësore duke mos u ndaluar asnjëherë në rrugën e tij drejt suksesit. Ndërkohë, deri në publikimin zyrtar të këngës së re dhe shpalljen e bashkëpunëtorit, fansat do të vazhdojnë të presin me padurim dhe ndjekje çdo hap të reperit që ka fituar zemrat e tyre me talentin edhe me energjinë e tij. Në momentet në vazhdim presim në qoftë se Bardhi do të zbulojë se me kë është
ky bashkëpunim. Dua të marr mendimin tuaj, kush mendoni se është këngëtari që do të bëj super hitin e radhës me Bardhin?